energji elektrike. Në atë periudhë, qeveria po bënte gati inaugurimin e rrugës Thuman Kashar. Dhe për hapjen e rrugës Thuman Kashar sigurisht që duhet të bëj edhe një spostimi i linjave elektrike, pasi mbi shtratin e rrugës kalonin edhe linjat e tensionit lartë pra të interkoneksionit që lidhin Shqipërinë me Malin e Zi. Dhe në atë kohë shkëputur energjia. Dhe Belinda Balluku ka dalë në konferencë për shtyp dhe ka deklaruar që shkak është bërë mbi ngarkesa në rrjet, është bërë po themi temperaturat e larta etj. E vërteta është krejt ndryshe, pasi ka qenë kolegu Habion Hasani dhe në fakt portali i tij #pikal që ka hedhur drejt në atë kohë mbi një skandal që lidhej pikërisht me rastin konkret. Dhe lidhej pikërisht me tenderin e dhënë për po themi ndryshimin e linjave. Është një tender rreth 4 milionë euro me TVSH nëse s'gabohem, pra që është marrë nga kompania Kaderama. Dhe çfarë ka ndodhur? Në atë kohë është bërë shkëputja e energjisë elektrike, është shkëputur energjia dhe qytetarët janë gënjur nga qeveria duke u thënë se energjia nuk ka qeveria dorë në këtë gjë, por është shkëputur energjia për shkak të mbingarkesës në rrjet. Por nuk ka ndodhur vetëm Shqipëri, pasoja kanë qenë edhe në Malin e Zi apo në vendet tjera të Ballkanit. Pra, pa energji kanë mbetur edhe vendet tjera të Ballkanit, sepse janë linja që transmetojnë dhe ndërlidhin jo vetëm territorin shqiptar, por edhe vendet fqinje. Dokumenti që ka publikuar portali #pikal dhe që ka referuar emisioni Pluk, tregon që në fakt ka qenë shteti përgjegjës për shkputjen e energjisë për shkak të ndryshimit të linjave në rrugën Thuman Kashar. Dhe Belinda Balluku ka gënjur publikisht qytetarët shqiptarë dhe sigurisht që për këtë rast mendoj që duhet kishte hetim ndoshta edhe nga SPAK, pasi rasti ka qenë i rëndë dhe me pasoja për biznesin dhe për qytetarët. Rasti i dytë ka ndodhur në janar të këtij viti, në datën 5 apo 6 janar të këtij viti, ku ka pasur përsëri një shkëputje masive të energjisë elektrike, pothuajse në gjysmën e territorit të vendit. Pra, të dyja këto episode janë të lidhura pikërisht me blackoutin e shkaktuar për shkak të linjave të transmetimit dhe pasojat janë shumë të rënda, po them, për qytetarët, për bizneset e të tjerë. Po sidomos rasti i vitit kaluar është më i rëndi për shkak se ka ndodhur në periudhën e verës, në kulmin, po themi, apo në fluksin e lartë të lëvizjes qytetarëve, ka qenë temperaturat larta, bizneset kanë humbur, po them, produkte ushqimore që duhet të ruheshin në frigorifere etj. Ndërkohë që qeveria e tyre i ka gënjur dhe për këtë gënjeshtër ka paguar miliona euro. Pra pavarësisht se dëmi është miliona euro, dhe shohim që bashkëpunimi 5D me 5B vijon, madje është shtyr edhe seanca gjyqësore për drejtorët 5D të Veliajt. Shiko, nuk është rasti vetëm, nuk është rasti vetëm që 5B-ja dhe 5D-ja dalin në bashkëpunim. Ne kemi deklaruar edhe në rast tjera, për shembull kemi deklaruar në rastin e investigimit për usjellsin e Durrësit, të Spartak Kovaçit dhe të kandidatit për deputet pra të Belinda Ballukut në Fierët Senoklosi. Pra janë pikërisht këto raste që i lidhin bashk këto skema. Dhe skema është, më besoni blet, është e shpërndarë në gjithë Shqipërinë, në çdo cep të saj, në çdo institucion. Deri tek specialistët, po them, më të thjesht në institucione mund gjësh që kanë kompani dhe përfitojnë fonde publike. Pra bashkëpunimi i tyre vijon, por ajo që ka ndodhur dje pastaj me gjykatën e posaçme për krimin dhe korrupsionin është, mendoj, një nga momentet problematike të historisë dënimeve penale në Shqipëri për afera të rënda siç është ajo e inceneratorit. Inceneratorit? Çfarë po ndodh me inceneratorin? Nuk po dënohen, po amnistohen, po merren dënime qesharake, kujtojmë janë qindra milionë euro, ndoj që në fakt ditën e djeshme një denoncim të bërë nga zona Tabaku, deri tani janë zhdukur 130 milionë euro, tha ajo. Më shumë se aq. Dhe mund të shkoj deri në 390. Shiko, deri tani të paktën nga llogaritë e mia dhe nga bilancet që unë kam hulumtuar të kompanisë që sot vijon ta ketë nën kontratë inceneratorin e Tiranës janë mbi 150 milionë euro. Pra, deri në momentin të shdukur, për një incenerator që nuk ekziston. Për një incenerator që nuk janë 70 milionë euro të paguara nga biznesi, pra nga ndërtuesit e pallateve në Tiranë, që edhe kjo e kemi diskutuar bashkë, ka pasur pasojat e veta në çmimin e apartamenteve të tjera, depozitimin e dherave, dhe janë, po them, rreth 80 milionë euro sot që flasim
pagesat të kryera nga Bashkia e Tiranës, që është bashkia që ka paguar më shumë